Miq të nderuar, po e fillojmë një seri emisionesh podcast, emërtimin ende të këtij emisioni se kemi përcaktuar. Jemi në dilema, mos t'ja vendosim publiku. Do trajtojmë tema të ndryshme, politik, filozofi, teologji, psikologji, shëndetësi, kulturë e të tjera. Për këtë emision kam nderin dhe kënaqësinë ta kem në studio një psikolog dhe teolog shumë të shquar, zotin Agron Terziqi. Zoti Terziqi, mirë se erdhe në emision. Mirësëgjej, profesor Imer, kënaqësi që t'jemi së bashku në këtë podcast. Dhe urime, shpresoj që të shkojë shumë mirë. Faleminderit. Ke qenë besoj shumë i angazhuar këto ditë me zimi dakorduar për ta vendosur datën e fillimit të emisionit. Edhe është ndesh që po e filloj me juve. Kam përshtypjen që këto telashet me cilat ti merresh, këto ofrime, shërbimet që i ofron, veç janë shtuar kohëve të fundit. Kjo është përshtypja ime kështu prej jashtë. Po kjo është përshtypja pothuajse të gjithëve. Domethënë, përveç që kemi shtim të problemeve që është ballafaqu, domethënë, raca njerëzore edhe më herët, domethënë me problemin e ankthit, me problemin e depresionit. Mirë po, tani kemi edhe disa probleme të cilat nuk janë vetëm diagnozë. A kupton? Domethënë, nëse sheti një të ri që është dasht të dalë prej tij, domethënë vizioni, motivimi, zelli, angazhimi, e shes se është impir, e shes se s'ka vullnet. Domethënë, të gjitha ato obligimet të cilat ai do t'i kryj, ai nuk i kryen. Dhe gjitha ato gjërat të cilat janë të dëmshme për të, ai është duke i vepruar. Domethënë, kemi rritje enorme të varësive. Në kaluarën kur kemi fol për varësitë, zakonisht kemi përmendur, domethënë varësitë nga droga, alkooli, bigjozi, e kështu me radhë. Mirë po tani pothuajse të gjithë janë të varur nga telefoni. Askush nuk ka mundësi që të qëndroj me veten e tij. Menjëherë do të thotë shikimi i tij, vëmendja e tij do të jetë diku tjetër. Kemi një gjenerat të rinj të cilët e marrin jetën vetëm si lojë, marrin jetën vetëm si zbavitje. Nuk ka, do të thotë, kryerje të përgjegjësive, marrje të përgjegjësive, kryerje të detyrave. Për këtë arsye, domethënë, bota ekziston në një pandemi të problemeve të shëndetit mendor, po edhe mungesë të motivimit, edhe mungesë të përqendrimit. Do thotë, sot vështirë gjen njerëz që kanë lehtësi që të përqendrohen edhe të koncentrohen në gjëra të cilat janë të dobishme. Për arsye se e ka bërë edhe jeta, edhe ato që farë konsumojnë. Do thotë janë mësuar njerëzit që të konsumojnë video ta zëm 1 minutë. Edhe kësaj truri tyre me neuroplasticitetin që ka, është formësua asaj që të mos ketë më shumë koncentrim se sa 60 sekonda. Edhe kjo përbën vërtet një problem të madh në shoqërinë botërore. Për arsye se tash problemet pothuajse janë botë ngjashme në gjitha vendet. Madje ju duhet psikologëve dhe shkencëtarëve ndoshta 10 vite, më shumë se 10 vite, vetëm të komentojnë, vetëm sqarojnë se çka është duke ndodhur në shekullin edhe në kohën që ne jemi duke jetuar. Këto telashet, këto, si më thonë, janë të regresu vazhdimisht. Po. E shkenca ndërkohë është tepër prapa edhe me kuptimin e studimit, apo jo? Po, shumë e vërtet, domethënë, jo vetëm këto, po edhe institucionet. Domethënë, shiqo, neve na mësojnë në shkollën fillore, në shkollën e mesme për shumë land. Mirë po, pothuajse askush nuk na mëson nga vijnë dëshirat e mia. Si funksionon truri im. Domethënë, nga lindin pasionet. Si ta gjej unë veten time, si ta njoh unë veten time, si ta përzgjedh për shembull fushën në cilën unë do të dedikohem, edhe do të përqendrohem. Domethënë, më shumë se 50-60% njerëzve punojnë profesionin të cilën nuk e duan, ose nuk ndjejnë kurfar motivimi për të, për shkak se ju do të punojnë dhe të mbajnë familjen dhe të paguajnë faturat e tyre mujore. Do të thotë, problemi është se askush nuk e mëson
një të ri se si gjendet në këtë botë e cila ka ndryshuar. Domethënë, asnjëri prej neve nuk është përgatitur që të jetoj në kohën e sotit. Unë di që ti lexon je njëri kështu që i përkushtohesh jo vetëm profesionit, po e ushqen profesionin me literaturë, a është kjo e rastësishme? Apo nëse e shikon krejt këtë lloj fenomeni në një farë makroplani, ka një farë tendence të sistemit, me qujtë edhe global, trendit global, për ta, si me thonë, ndryshuar për ta shkaktuar këtë lloj krize të personalitetit të individi? Po, padyshim. Po, merre vetëm mënyrën, për shembull, se si jeton njeriu në perëndim. Askush nuk ka mundësi që të blej një shtëpi me të ardhurat e tij. A kupton? Kështu që atij duhet që të marrë kredi për 30 vite, 35 vite ose 40 vite që ta bëjë një shtëpi të tij ose një vendbanim të tij të përhershëm. Parë mendoj tash çfarë stresi ai duhet të punoj vetëm për që të ketë kul mbi kokë të sigurt 30-40 vite. Është rob i sistemit. Edhe s'ka mundësi ai që të mendoj më për Zotin, për krijimtarin, për pyetjet ekzistenciale. Pse jetoj unë? Çfarë jam duke kërku këtu? Pse gjitha këto sprova? Do të thotë, në të kaluarën kemi pas sisteme, do të thotë sistemi sklavopronor, sistemi feudal, sistemi kapitalist, komunist, të gjitha, mirë po, kjo e kohës të fundit e ka robëruar njeriu në format ndryshme, në aspektin ekonomik, në aspektin ideologjik, pastaj ja ka marrë vëmendjen. Do më thonë, vazhdimisht e bombardon me informacione. Sot nuk vun njerëzimi nga mungesa ushqimit. Në kaluarën ka qenë sfidë që kryefamiljarit siguroj ushqim për familjen e tij. Ndërsa sot, për shembull, 60-70% e amerikanëve vuajnë nga obeziteti. Do më thonë, nga ushqimi i tepërt. Ndërsa sot nuk vuan njeriu nga mungesa e ushqimit, por vuan nga stimujt e ndryshëm. Do më thonë, stimulohen pothuajse të gjitha shqisat e tij dhe njeriu i sotëm vuan nga mungesa e orientimit, s'ka orientim, ja kanë humbur orientimin dhe në atë moment kur nuk ka orientim, atëherë thotë ndalë se unë e kam zgjidhjen dhe ja ofron orientimin ka dëshiron, do të thotë sistemi vet. Është robotizuar në mënyrë pa vetëdijshme. Njerëzit e dinë, por nuk kanë edhe opsione tjera. Është përjashtim shoqëria jonë prej këtij kontekstit përgjithshëm. Shoqëria jonë nuk është përjashtim, nuk është 100% në këtë sistem, për arsye se ende nuk jemi, domethënë, pjesë e Bashkimit Evropian, kështu me radhë, kemi disa përjashtime, mirë po tendenca është që edhe vendi ynë, domethënë, nëse nuk është sot, të paktën ta presim brenda 3 deri në 5 viteve që domethënë të gjitha ato rregulla, ato modele, ato paterna të cilat domethënë kallëpe që vendosen diku të vinë edhe këtu. Dhe kushdo që del tash jashtë këtij modeli, domethënë është primitiv, është jashtë sistemit, është domethënë person i cili dëshiron anarki. Pra sot ju pengon njeriu i pavarur, i cili i ka bindjet e veta, i ka mendimin e vet, i ka vlerat e veta. Jo, dikush tjetër është duke i vendos vlerat dhe të vlerëson ty me vlerat e tij. Nëse i ke ato vlera, thotë ja, okay, në rregull. Nëse si ke, atëherë ti je i përjashtuar, i anatemuar edhe e kështu me radhë. Besoj që kjo sindrom vrehet më tepër të disa grup mosha. Me cilat grup mosha ka më tepër punë psikologu dhe psikiatri? Shiqo, gjitha moshat, po thujse, mirë po... I kam fjalën të kriza e personalitetit, për shembull. Të kriza e personalitetit sigurisht se është koha e adoleshentëve. Do më thonë, fëmijët më së pari e kanë një problem, sepse është duke i eduku YouTube-i. Fatkeqësisht prindërit kanë heqë dorë nga edukimi. Do më thonë, ata janë përgjegjës për të siguruar ushqimin, për t'i shkollu, për të paguar kurse për ta, mirë po prind nuk kanë kohë që t'jenë të pranishëm me fëmijët e tyre. Ta pyesin, domethënë, djalin edhe vajzën, si ndihesh? A ke ndonjë problem? Unë jam këtu për ty. I shet, domethënë, në një dhomë të ndajes, secili është
në kontentin e tij duke konsumu, do më thonë përbajtjen, secili duke shikuar në telefonin e tij. Pra, nuk ka prani aty. Do më thonë, gruaja ankohet të burri saj se nuk po m'jep vëmendje, nuk po më dëgjon, nuk i pranishëm kur jemi neve kështu me radhë. Dhe tash, kjo gjenerat e re, tash paramendo, më thot një shok për djalin e tij në klasën e dytë, tha ka marrë dysh në një test, një lëndë të caktuar, pse tha se nuk i ka kuptu pyetjet shqip. Tha kur ja kam përkthy ato pyetje në anglisht, po i ka ditë gjithë. Do të thonë, gjua shqipe për këto grup mosha të reja është bë gjuhë dytësore, e dytë. Do të thonë, kur sheh se si komunikojnë ata në gjuhën angleze, për mbajtjen që e shikojnë dhe kur të rinë mes vete, ti çuditesh, ndërsa kur fillojnë të flasin në shqip edhe për problemet vendit e kështu me radhë, i shesen shumë të varfën, shumë ngecur e kështu me radhë. Kështu që biznesi më i sigurt do të jetë për logopedet t'u mësojnë gjuhën shqipe fëmijëve shqiptar të cilët jetojnë këtu. Pastaj është koha e krizës adoleshentit, domethënë, pastaj janë të rinj, është koha kur për një të ri i cili ka bë shkollimin e dur, por nuk gjen punë, nuk e gjen veten në shoqëri. Martesat janë shtyrë, domethënë, nëse në të kaluamën janë martu njerëzit në moshën 22 vjeçare, 23 vjeçare, 25 vjeçare, tash ka shku deri mbi 30. Domethënë, deri para 30 vite, secili person i ka pas spaku 10 shok të ngushtë. Domethënë, nëse ka dashur me dal që të rridhet pi kafe, ka pas 10 vetë këndo eftoj, ndërsa sot e ka vetëm një. Edhe ai që e ka një është jashtëzakonisht, domethënë, është fatlum. I shohim njerëzit ose jetojnë, profesor Imer, ose jetojnë të kaluamën me atë nostalgjinë, ose ka qenë të kaluamën mirë, dhe janë tipa depresiv, ose i kanë të ardhmen duke pas frikë nga ardhmja. Domethënë, lufta në Ukrainë, lufta në Palestinë, lufta Iran, SBA, domethënë gjithë kanë mësuar ngushticën e Hormuzit, për arsye se nëse ajo bllokohet, kërcejnë çmimet këtu te ne, domethënë edhe ki vështirësi me mbush makinën me naftë, me benzinë. Kështu që kjo e ka bë në një farforme të pasigurt, domethënë zhvillimin, përparimin, edhe kështu që ngarkesat janë të shumta. Nga ankthi, nga depresioni, traumat, pastaj mos harro edhe diçka. Ne jemi një shoqëri që pothuajse një shekull kemi qenë të robrum, dhe një popull i robrum është një popull i traumatizuar, dhe traumat kanë kalu prej një gjenerate në një gjenerat tjetër dhe nuk janë procesu. Pastaj e fundit ka qenë trauma e pandemisë, mbyllja, përballja me frikën sa do të jetoj, do të mbijetoj, dhe për këtë arsye e sheh. Të gjithë ata të cilët e kanë përjetuar pandeminë thonë se nuk jam ai që kam qenë, nuk jam i fuqishëm siç kam qenë më parë, ose kam problem me memorien, po harroj shumë, ose kam problem me koncentrimin e kështu me radhë. Me siguri ka shumë faktorë që do të mund t'i rëndesnim si ndikues në këtë farë periudhe të ngjeshur me ngjarje, po shumë traumatike. Si do qoftë, për shembull, ajo që më befason është që kemi mbrit në një stad ku do të thënë ka ndiku edhe agjendat edhe gjithçka tjetër, saqë mos me qenë sigurt meshkujt që janë burra ose burrat që janë meshkuj. Deri në këtë stad, domethënë, edhe kjo po reflekton edhe te lidhjet me martesore kështu me radhë. Domethënë, kaq poshtë kemi ra? Po, padyshim, domethënë, tash e kemi të zhvilluar, për shembull ka fol Jungu gati para 70-80 vjetë për sindromin e Peter Panit. Domethënë, për atë mashkullin i cili nuk dëshiron të rritet, që të mbetet përgjithmonë fëmijë. Dhe tash e shohim te gjeneratat e reja që nuk dëshirojnë të rriten. Edhe pse i ka bën 25 vjet, 30 vjet, 35 vjet, nuk dëshiron të bëhet burr. Çka i bën kjo? Nuk dëshiron të marrë përgjegjësi. Pra, nuk dëshiron që të ketë detyra të caktuara. Dëshiron që të jetë i lirë, pa obligime, pa përgjegjësi, pastaj edhe agjendat e ndryshme, të cilat kanë filluar
të vëjnë dyshim dhe të luftojnë natyrshmërinë e njeriut. Pra ne kemi vetëm dy gjini, mashkull edhe femër, po kanë fillu të fusin dyshime se jo ti mund të kesh këtë, mund të kesh atë. Të gjitha janë këto të sforcuara për ta prish natyrshmërinë e pastër të njeriut që është i krijuar i tillë. Për arsye se krijon doracak, lëndë të caktuara mësimore, dokumentare, filma, kemi Netflixin për shembull i cili pothuajse në çdo serial fut edhe çifte, domethënë homoseksualesh për ta normalizu atë që nuk është normale. Do të thotë, prandaj thash, truri i njeriu sot është i bombarduar dhe ai më nuk është në gjendje të dalloj të vërtetën nga jo e vërteta. Është fut dyshime, pasiguri dhe kësaj çfarë mund të themi për njeriu në sotëm modern është se është i humbur. Domethënë, pa orientim, pa kuptim në jetë. Këtu është rreziku. Domethënë, çdo njeri se ankthi nuk është i dëmshëm gjithmonë. Ankthi ka njerë mund të jetë sikur e ke pa makina jonë, nëse mesim ne pa karburant, del ajo lampa e kuqe, tregon shikon mboshje se do mbetesh në rrugë. Por nuk është problemi te lampa, ajo është vetëm një paralajmërim. Shpeshherë ankthi, depresioni, gjitha janë këto shenja, alarme që na i dërgon vetë trupi jon, hey, diçka nuk është në rregull me ty. Jetën të cilën je duke zhvillu nuk është në rregull. Pra, ndrysho diçka, bëj diçka. A kupton? Mirë po, sot njerëzit po kanë problem që të zgjohen mëngjes, për arsye se s'kan detyrë, s'kan një obligim, s'kan një motiv, s'kan një mision që i bën ata që të mundohen për atë gjë, a kupton? Edhe këtu është paradoksi. Ose ai i cili punon grumbullon dhe pastaj shikon familja është ka përderdhur, secili ka orientimin e vet, thotë, për kë jam duke u mundu? Askush nuk është duke më vlerësu mu, mundin tim, sakrificën time, e kështu me radhë. Pra, problemet janë të lloj-llojshme që njeriu vërtet modern është duke i përjetu të gjitha këto në lëkurën e tij. Ju keni studiuar edhe për teologji, edhe jeni njohës shumë i mirë i shumë aspekteve të kësaj fushë. A na ndihmon teologjia, a i ndihmon, se më thënë, këtij konteksti i cili është në disfavor të kulturës tonë, të ardhmes tonë? Padyshim se është një element që mundet një farë mënyre me mirëmbajt, të paktën ose me rezistu për një kohë në atë aspektin e natyrshmërisë. Ky është domethënë qendror. Për arsye se ai i cili ka kriju njeriun, ai ka ka zbritur edhe librin se si njeriu të jetojë dhe të arrijë atë lumturinë e tij dhe të jetë i përmbushur në këtë botë dhe në botën tjetër. Domethënë, kemi një konceptin fetar, islam, të jetës. Se jeta e njeriut është sprov. Dhe ajo çfarë na serviret, domethënë, nga filmat, nga emisionet të ndryshme, nga Hollywoodi, është se mundohen ta ndërtojnë parajsën në tokë. Ndërsa esenca e kësaj jete është sprov. Te budizmi kemi life is suffering, jeta është vujtje, në islam nuk është vujtje, është sprov. Pra, çdo njeri do të sprovohet me dy gjëra ekstreme, me plus minus. Dikush do të sprovohet me pasuri, dikush do të sprovohet me varfëri. Sipas islamit nuk është i bekuar as ai i cili është i pasur, as ai i cili është i varfër. Të dy janë të sprovuar. I bekuar dhe jo i bekuar është ai i cili në fund të jep provimin. A kupton? Ne në këtë botë do të sprovohemi dhe esenca e kësaj bote është sprov. Dhe shpërblim përfundimtar në këtë botë nuk ka. Shpërblimi është në botën tjetër dhe ndëshkimi përfundimtar është në botën tjetër. Pra, kjo botë është e përbërë prej të mirave dhe prej gjërave të pakëndshme. Pra, kemi edhe verë plus 30, po kemi edhe dimën minus 20. Nuk kemi të mirë 100% edhe të keqe 100%. Ndërsa, ajo çfarë janë duke bind njeriun, janë duke bind se, hey, shiqo,
ka një jetë e cila është pa probleme, ka një jetë e cila është pa brenga dhe mjafton ta pasosh filan influencerin, filan dikusin, filan personin dhe ai të jap ty zgjidhjen. Dhe gjitha janë këto gënjeshtra, mashtrime, iluzione. Dhe kjo është duke i shkatërruar njerëzit, krahasimi. Krahason jetën e tij reale me jetën e dikujt që është prapa kamerave, që ka një skenar, ka një producent, ka drita, ka domethënë marketing, ka domethënë gjëra të cilat nuk janë reale. Ndërsa feja tregon për natyrën njerëzore, se së pari duhet stabilizohet shpirti. Pra, kur gjen shpirti stabilitet, e nje krijuesin, e adhuron krijuesin, kjo është garanci që ti mos të bësh rob i instinkteve dhe rob i epsheve. Për arsye se një person i cili nuk e ka përmbush aspektin e tij shpirtëror, shumë lehtë ai mund të bëhet rob i knacive të përkohshme. Ne kemi në Ramazan, për shembull, secili mund të vrejnë se si Ramazani, pra edukon shpirtin, e përmbush shpirtin dhe kësaj ne kontrollojmë ushqimin, pijen edhe knacit. Dhe ja themi vetes tonë se unë jam ai i cili të kontrolloj ty. Pra nuk më kontrollojnë mua pasionet, instinktet e kështu me radhë. Dhe këtu dallon për shembull edhe ta zëjmë një qen i stërvitur për një qen jo stërvitur. Qeni jo stërvitur nëse ja hudh një asht, ai më njëherë do të vrapoj, ndërsa ai i stërvituri do të shikoj te i Zoti, e pret komandën e tij, e pret urdhrin e tij. Pra e kontrollon veten. E kështu që njeriu mund të bjerë në nivel më të ulët se sa kafsha, pra mos ta ketë kontrollin mbi veten e tij, nëse nuk e do të thotë këtë aspektin shpirtëror nuk e përmbush. A konsideron që ka një farë mungese të shpjegimit kësaj narrative, sidomos në opinion publik tek ne, sepse kur e shikon është paradoksale me thonë, po në perëndim ka një farë rizgjimi të interesit për islamin. Po. Shkaku i luftrave, shkaku i Gazës, shkaku i Palestinës, ka ndodhur debate, vazhdojnë me ndodhur debate, mirë po këtu jo. Mos e kemi humb, si me thanë, na këtë rastin, ose ndoshta edhe s'kemi qenë mjaftueshëm të aftë që ta artikulojmë edhe ta mbrojmë, sepse thot një teolog i njoftun, thot Islami është çështje e fituar, mirë po duhet të ketë avokatër të Zot që ta mbrojnë. Shumë e vërtet. Ose ka thënë edhe një tjetër, sa fe madhështore që ka Islami, sikur të kishte, domethënë, burra të cilët do ta bartnin atë mbi supet e tyre dhe do ta prezantonin. Shiqo, domethënë, kemi të bëjmë me dy shoqëri të ndryshme. Domethënë, shoqëria jonë në përgjithësi deri vonë ka qenë shoqëri shumë e varfër. Dhe në këtë dekadën e fundit kemi ngritje të standardit. Domethënë, pothuajse Vrullshme. Po, çdo person që një pothuajse jeton në banesën e tij, në shtëpinë e tij, domethënë ka një pronë, ka një makinë, domethënë ka një rregullim të standardit. Edhe tash kur një shoqëri e varfër ka bën një standard, fillon të ndihet se hey, edhe unë jam gjallë. Dhe për këtë arsye i sheti, domethënë, popullin tonë, domethënë njerëz tonë që shkojnë çdo javë në det. Ta zojmë, anglezi, francezi bën një pushim 2 javor dikon, ndërsa këtu te ne një persona që shkon 5 herë, 6 herë në det. Domethënë, vetëm për tregu tash se nuk jam në i varfër, jam gjendje që t'i ofroj familjes time një komoditet që s'ka pas mundësi baba im ta ketë ose gjyshi im ta ketë. Ndërsa në perëndim, ata janë eduku, për shembull, ata e kanë myt Zotin, e kanë shpall Zotin të vdekur. Dhe njeriu e kanë bërë Zot. Dhe gjitha ato atributet e Zotit që i ka, ja kanë vendos vetës, pra drejtësinë, vërtetësinë, mëshirën, gjitha. Ndërsa kur ka pasë se çfarë po ndodh në Gaza,
Kam pas se gjitha ato vlera, drejtat e barabarta, drejtat e njeriu, gjitha që nga këto rrena ma shtrim. U pa dhe me kampionatin botror. Pra, se si favorizohen kombet të ndryshme ndaj kombeve tjera. Dhe ata, do më thonë, kemi një nivel tjetër. Këtu të ne është ai niveli i hierarkisë Maslowit, pra e para është që të ngopet barku me buk. E kështu që, do më thonë... Hapësirën e luksit të ndë se këni mbush. Je kanë mbush. Dhe tash është kjo tash, po kanë nevoj më unit për mbushur. Kështu që mungojnë narrativat, shiqo, fatkeqësisht edhe Islami kur shpjegohet, është duke shpjegu vetëm Islami me rregulla caktuara, pra i shetit gjitha pyetjeve, a lejohet a nuk lejohet, është halal, është haram. Një doktrinë akohore me shumë. Po, edhe flitet vetëm për kufit, pra kufit majtas edhe djathtas. Mirë po, çka ka në mesin e dy kufive, po thuj se askush nuk flet. Ose flasin vetëm për rregullat, flasin vetëm për obligimet, do të thonë, është bë Islami vetëm si një praktikë spirituale. E sheh ata të cilët i praktikojnë për shembull ato traditat e lindjes budiste ose hinduiste me yoga kështu, ndërsa kemi të musliman që falen, adhurojnë Zotin, janë të përkushtuar namaz e kështu me radhë. Mirë po, harrojnë edhe koncepte tjera që i ka përmend Kurani. Me siguri pajtohesh që nga kondi observimit kështu personal një farë mënyre, shoh që ka mungesë edhe të modelit. Nëse për shembull për shoqërinë perëndimore sot model i qëndresës dhe i besimit është një palestinez i Gazës, ne sot për shembull nuk e kemi as referencën as individuale që besa as grupore. Nuk e kemi sot në shoqërinë tonë, do thënë një grup që tërheq vëmendjen e thot këta janë kësaj, këta janë besimtarë, këta janë muslimanë. Ky është modeli që duhet ta ndjekin. Pse ka ndodhur kjo? Të ne do të thot kemi përmbysje të vlerave. Në qoftë se, do më thonë, sipas fesë, sipas Islamit, vlera kryesore, pra që ka filluar dhe zbritja e Kuranit është ikreleximi, pra është dija. Po. Në qoftë se ne nuk e marrim për model personin i cili është i ditur. Pra, fillimisht në shpallje kemi dijen, lexo. Ndaj një personi i cili nuk din të shkrim lexim. Pra, po fillon një epokë e re, epoka e dijes, te ku te disa shkretinas të cilët nuk janë shqujt me asnjë lloj shkence. Pra, po marrin një orientim. Elementi i dytë është kur i dërguari i Zotit Muhammed a.s. përballet me popullin e tij dhe do të thonë hip mbi kodrën Safa dhe i thret. Pra është guximi. Pra intelektuali duhet të ketë dije, duhet të ketë guxim, duhet të ketë përballje. Pra t'ju tregoj masës, popullit, gjithë atyre cilët e rrethojnë se cila është e vërteta. Se ajo çfarë jeni duke bërë, mënyra e jetesës, mënyra e gjykimit, mënyra se si, do të thonë, e keni konstruuar shoqërinë, mënyra e besimit është e gabuar. Dhe kjo është e drejta, pra të sjell alternativë. Ne nuk kemi zakonisht kësi modele, do më thonë të dijes, të guximit, të vërtetësisë, urdhërimit në të mirë, ndalimit nga e keqja, shohim këtë tendencën që secili dëshiron të bëhet tiktoker, youtuber, influencer, do më thonë intelektuali nënçmohet, ndërsa kur është shoqëria në krizë, thellë shkojnë edhe ja marrin mendimin, pastaj intelektualisht i thonë na nxjerr nga kriza. Po pse s'ka ardhur në fillim ti të kërkosh. Prandaj do më thonë nënçmohet njeriu i ditër, nuk i japet përparësi, i japet përparësi atij i cili ka bërë para dhe nuk i pyesin fare për përardhjen e pasurisë, si ka bërë ato në mënyrë të drejtë apo në mënyrë të padrejtë e kështu me radhë. Pra, nëse ne nuk krijojmë modele të vërteta, atëherë edhe ne si Kosovë do të përballemi me atë çfarë është duke u përballë Shqipëria. Domethënë prej rënjes komunizmit
90-92 deri tash 2026, domethënë gati 40 vite nuk kanë prodhu modele drejta, të vërteta. Domethënë nuk po arrin shoqëria e jonë të prodhoj njerëz normal. Ja prodhon njerëz psikopat, sociopat, narcist, domethënë që janë gjendje me shit edhe tokën e tyre, që s'është tokë e tyre, domethënë tokën e Zotit, tokën që ka përcaktuar Zoti të jetoj në atë kom t'ja shesin kujdo, edhe do tash se s'ka elit, i kanë mbyt elitën reale, s'kan leju që asnjë individ i cili ka vlera, asnjë talent, asnjë gjeni, asnjë njeri drejt që të vjen shprehje, domethënë ti vetëm e kemi shtetin am domethënë që 30 so vite nuk kanë arrit të prodhojnë asnjë njeri normal, asnjë njeri si duhet, po së ndodh prej 3-4 vetave, dhe ata vendosin për resurse dhe për jetën, e kanë shpopulluar atë vend, domethënë që çfarë të vinë kombe tjera që jetojnë në tokën më të mirë. Më besoj se Zoti i Madhreshëm, domethënë për neve që jetojmë në këto vende, ka ujë të bollshëm për gjithë banorët, ka resurse të mjaftueshme për gjithë banorët që të jetojnë mirë, e jo të marrin rrugën e mërgimit për shkak se politikanët kanë shkatërru tashmen e tyre edhe të fëmijëve të tyre. Prandaj, domethënë, duhet një vedisim, duhet një ringritje, duhet diçka se për ndryshe, domethënë, ky popull do të marron, kjo shoqëri do të zhduket, ose domethënë gjithë ata të cilët janë vullnet mirë dhe kanë jetën e mirë, kanë mendjen e mirë, mendjen e shëndosh, nuk do të presin që dikush tjetër të bëjë ndryshimin. Domethënë, ne duhet të bëjmë ndryshimin që ky vend të bëhet më i mirë, edhe secili të bëhet model i mirë edhe i drejtë. Se për ndryshe, shoqë, nëse kjo nuk është e mbushur kjo gotë me ujë, do të mbushet me diçka tjetër. Nëse jo me një lëngë, do të mbushet me ajër. Pra, nëse ata të mirë nuk e luajnë rolin e tyre, domethënë kriminalët, dashakeqët, ata janë të gatshëm dhe menjëherë do të hyjnë dhe do të shkatrojnë çdo gjë. Se besoj kemi kaluar mjaftu shumë minuta, po biseda më shijoj siç edhe e kam parashikuar. Megjithatë, disa pyetje për fund, po them disa sa të na lejnë. Do përgjigjem më shkurt, pra se është një fjalë thënë për njërin. Nëse do të pushkatonim, edhe a do të folësh, ai thotë jo pushkatom nëse s'do të flas. Por nëse fillon me folë dhe thon apo ndalesh apo të pushkatojmë, thotë pushkatom nëse nuk do të ndalem. Kështu që tamam. Po edhe kjo që ka shpjegove në fund, kë konteksti edhe politik, një farë mënyrë është asisoj, jemi pa një si me thëmë periudhe shumë fatale. Nëse vjen ndodhet Kosova në një stat në cilin ndodhet Shqipëria, do t'jetë shumë keq. Jo pse ata i kanë humbur gjitha kartat për të luftuar për vendin e tyre, po një farë mënyre duke parë Shqipërinë si shembull, ne ish dasht ta ngrisim vedijen. Po pse profesor Imer, pse do ta tmerrojmë ne botën? Do një herë këtë me rru botën 92-ën, e ke pa ta njën kur niset nga Vlora me Exodus, edhe tash do më thonë me protesta për arsye se s'ke arriti në mënyrë institucionale të zgjedhësh problemin. Do më thonë, në çfarë fati kemi ne që të sundohemi nga e majta komuniste prej vitit 1939, 49, e deri 2026, me përjashtim të vogël nëse nuk e quajmë edhe Partinë Demokratike, domethënë trashëgimtare të atij sistemi, kupton. Po në një farë mënyrë tash po del që kreu i saj është kontrolluar nga e majta. Edhe njësoj sigur në kontekstin e Kosovës. Vërtet. Në një farë mënyrë partitë që t'ju referohemi edhe me emra Lidhja Demokratike, që është nisur me një farë fryme të djathtës, edhe si një farë lloj reformatorje edhe pluralizmit politik, sot ka ngel në duart e një grupi ndoshta që më shumë identifikohet me rrymat liberale që janë tash të kombinuara me të majtët në skemë politike dhe nuk mundesh mi dallu njerëzimin. Beson edhe je i bindur që në një farë mënyrë kjo përpjekja jon për ta nxjerrë në skenë një grup të njerëzve që mund të bëhen model për shoqërinë, duhet vazhdoj?
Po, shiqo, domethënë Se do na të vazhdoj. se na tham vetë të plotësoj. Po, vazhdo. Na tham më përpara që mungon modeli, e tham Po. në kuptimin nuk shihet prej masës sepse modele kemi ndoshta. Po janë të si e tha ti, shoqëria është vlerat janë të përmbysura domethënë. Edhe shoqëria është empir, domethënë njerëz është duke vrapu pas luksit, duke vrapu pas kënaqësive, grumbullimit të pasurisë. Po. Mirë po, do të Çka zgjon shoqërinë? do të vjen një, i thonë, domethënë psikologët i thonë një aha moment. Domethënë ajo kur ndezet lampa, atë mjaft është mjaft. Kupton? Tani ekziston një farë lloj mendësie se çto, nëse është duke u djeg një shtëpi afër shtëpisë time, e falenderoj Zotin që ajo nuk është shtëpia ime. Mirë po zjarri, domethënë Mundet me kaplu. E tash, pse do të presim ne që zjarri, e keqja, problemi të na trokas në mënyrë direkte edhe në shtëpia tona. Mjafton ne të shohim se bota është në rrezik. Pastaj shiqo, kombet e mëdhaja, për shembull Gjermania, Franca, Anglia, kur kanë krizë, mbledhen, shikojnë orientimin, domethënë secila ka identitetin e vet. Që po japonezët, domethënë në kampionat botror tregojnë identitetin e tyre, se kujdesen për pastërti, nuk dorëzohen, i kanë ato vlera. Edhe ne kemi vlerat tona fetare, kemi vlerat tona kombëtare, jemi populli më i vjetër këtu. Kemi kontribuar, domethënë, në perandorinë romake, në perandorinë osmane, elita sunduese, udhëhecëse perandorisë osmane, në ushtrin, në administrat, ka qenë shqiptar. Mbreti i Egjiptit modern ka qenë shqiptar, edhe Egjipti në atë kohë ka qenë nivel përparimit 100.000 herë më shumë se sa që është sot. Ka administru gjysmën e perandorisë. Po. E tash, domethënë, ne kemi kapacitet, kemi mundësi, vetëm duhet të ekzistojë, domethënë, vetëdijsimi për të shpëtuar veten tonë. Sepse gjitha këto agjenda, domethënë secili ka agjendë, dhe është në rregull të punojë për agjendën. Domethënë, të majtit të punojnë për agjendat e majta. Domethënë, ata nuk kanë Zot, kanë zaventsu Zotin me njeriu dhe tash dëshirojnë t'ja krijojnë pajrajsën në tokë. Gjithë kanë ardhur kështu, domethënë edhe Lenini, edhe Stalini, edhe Enver Hoxha, gjithë kanë premtuar se do të hani me lukë të Floririt, mirë po s'kan pas çfarë të hanë, domethënë kanë vujt për bukën e gojës. Në anën tjetër kemi këto agenda që i the liberale e gjitha këto, cilat dëshirojnë domethënë njeriu me zhvesh komplet prej moralit e vlerave këtu, kështu që ne nuk kemi nevojë ta kopjojmë askënd. Ne kemi vlerat tona, vetëm se duhet elita e mirëfillt që i ka këto vlera të mos të dorëzohet, që do të thotë të ketë vizion, ti tregoj kësaj shoqënie se un kam vizion, kam alternativë, kam identitet, edhe jam krenar për këtë identitet. Dhe ta sfidoj realitetin. Ndoshta realiteti kur e shikojmë sot, sot nuk po i intereson njerëzve për shumë gjëra. Kjo është e keqja. Domethënë kemi 2 vjet pothuajse pa qeverisje të mirëfillt, zgjedhje pas zgjedhje, kjo siguron, kjo në farforme shkakton ankth, shkakton pasiguri, gjithë ata cilët i kanë fëmijët për shembull për shkollim thot si ti edukoj në këtë vend, nuk ka pagë stabile, nuk ka mundësi të bëj jetë dinjitetshme, problem, domethënë gjitha këto. Pra duhet që të kemi një elitë e cila do të vazhdoj të prezentoj këto vlera për arsye se ka nevojë. Ka nevojë të shohim tjerët çfarë kriza janë duke sjell, nuk janë duke zgjedh problemet elementare të shoqërisë. Duke shkaktuar tjera. Po, domethënë as çështjen e arsimit, prapa aty jemi. Nuk ka lëviz pothuajse asgjë, as në rrafshin ekonomik, as në rrafshin e shëndetësisë, as gjitha. Domethënë nevoja është mirë po dikush duhet t'i zgjaj domethënë masën dhe t'i orientoj në këtë errësirë që ka kaplu. Shpresoj që kjo të ndodh shpejt, ose të paktën që ti fillojmë ti shohim e të identifikojmë shenjat e para të kësaj, të këtij zgjimi.
Falenderoj shumë që gjete ku për këtë emision. Edhe unë falenderoj shumë për ftesën edhe për këto pyetje jashtëzakonisht domethënë se edhe që kanë kuptim dhe kanë për qëllim, do të thotë, të zgjojnë vetdijen e njerëzve të cilët janë të helmum, domethënë, prej kapitanës deri shtunën diellën debate koti që nuk prodhojnë asgjë, vetëm se krijojnë huti, kështu që kjo nismë është nismë shumë e qelluar që të paktën të ketë një përmbajtje dobishme për gjithë shikuesit dhe dëgjuesit tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit për fjalët. Miq të nderuar, kaq kishëm për këtë epizod. Emisioni plot do të plasohet te portali Fol Drejt, platformat e tyre në rrjetet sociale. Unë juftoj që t'jeni të vëmendshëm ndaj këtij mediumi e shihemi në episodin e radhës. Faleminderit për vëmendje.